Mësërsoni unë zotë, mësërsoni të më. Faleminderit. Dhe ti kes pra të shtetë për policë të jena se kalnale e Zoti, ka shi e madhe të ushoni të zotë. Faleminderit shumë. Lucian, shumë kënaqësi njëherë që të kam këtu, edhe që po bisedojmë bashkë. Besoj që jem mësu tashmë me dalë në për kamera me folë për këtë gjën. Unë doja me të pyet një herë si ka nis ky revolta dhe guximi juaj për më përballë me këtë gjën. Tani revolta nga padrejtësit, nga pa mbështetja e shtetit, nga pa funksionimi i shtetit, nga kjo padrejtësi shumë e madhe që ashtu ju bëhet gjithë neve. Me thënë drejtën, nuk e kisha menduar që do isha kaq e fortë, pa rana, por absolutisht mbështetja e gjithëve, absolutisht edhe halli i madh njëherë na kena shprehje thirrje nevojës, edhe gjejmë forcën, edhe kam përshtypjen që ky ka kanë rasti që nevoja të banë mu bë më e fortë, banë mos mu tremë edhe para disa intimidimeve që mundohen me të bëve, dhe para disa fjalive që të thohen, dhe para disa kërcënimeve ndoshta në mënyrë indirekte. Revolt ka, ju jeni ballë aty, ju po kërkoni drejtën tuaj, dhe më e bukur është që në ballë të kësaj ka gra si ty, ka gra të tjera plot. Marrin prej tokët, më çojnë në rajon, më shoqërojnë i ditë po, i ditë jo, sa herë ju jepet mundësia. Si ka mundësi që unë se theva një xham aty, ka kam të dhunu pronën e tjetrit, po atë pronën teme që të dhunu, pse nuk po heton? Nëse neve na marrin direkt, na çojnë në komisariat, na arrestojnë, pse nuk e marrin edhe fatmirë shpezën me çun prokurori me majtën para burgim, deri kur të vërtetohet që se si janë prona, se si është e vërteta kësaj pronat. Na shkojmë, ata jo nuk e marrin, sa i ka mbrapa bashkëmulën. Lucian, shumë faleminderit për gjithë këtë intervistë që ma dhe, edhe do doja thjesht një mesazh shkurt që ndoshta do me dhanë për krejt njerëzit që shohin edhe të ndjekin. Unë kam një mesazh për banorët e Velipojës edhe të Rjollit, ndoshta edhe ma për tej. Një gjë ta dini të gjithë. Në qoftë se ky resorti këtu ndalon dhe bie dakord me këta banorë, ta dini që nuk do të ketë investitor strategjik, nuk do të ketë biznesmen që do vinte prona juaj pa marrë vesh me ju. Është momenti me i dhanë shembull tonë Shqipënisë edhe tonë atyneve që dojnë me na zaptu. Çohen ata bashkë e bëhna më të fortë që nesër zani me na uni më fort. Ndodhemi me Mariana Pieshkën në Rjoll. Besoj që e keni parë në videot e publikuara tashmë në çdo media që ka qenë balë e protestës së banorëve të Rjollit për resortin Blue Borgo të Gjener Dyçit. Po. Mariana, unë doja të pyesja fillimisht, sepse je e re, doja të pyesja si është kjo ndjesia e të qenit në protest për pronën tuaj dhe sa e vështirë është në këtë realitetin e sotëm. Nuk është shumë e lehtë, është një situatë shumë e mërzitme, të shikua për çdo ditë babin tim, fëmijët e mi, atë djalin e vogël që i kanë ra grusht, xhaxhin tim që i kanë ra te koka, njerëzit që merren me ambulancë për çdo ditë. Na jena vetëm të kërku drejtën tonë, në tokën tonë, edhe është e pa drejtë kjo që po bëhet te toka jonë. Neve na del zoni se nga mërzia, nga gjithë kjo pa drejtësi që po bëhet kundrejt nesh, edhe e ngrem se jena të mërzitur, ne nuk kemi armë tjetër, vetëm zarin tonë kena edhe asnjë gjë tjetër. Po si është për ty me atë fëmijën e vogël që e ke në shtëpi? A është e vështirë, domethënë, të zgjosh mëngjes, të besoj që ti të kujdesesh për të dhe pastaj të shkosh në protest? Vështirë është, kam djalin tem, i mërzitur është boll fort, më kërkon për çdo ditë, por unë kam ardhur këtu për të mbrojtur pronën time, e gjyshit tim. Me thënë të drejtën, bashkë me gratë edhe vajzat e Durrësit, keni qenë shumë frymëzuese. Në kamera dhe në publik shfaqeni gjitha në fakt, edhe banorët e tjerë, shfaqeni shumë të fortë. Kemi forcë, kemi fuqi, nuk dorëzona kollaj neve, jemi mallësor. Marian, do doja t'ju jepja një mesazh mbase grave dhe vajzave. Ju gra, kërkoni drejtet tua, ju jeni me neve, animoni, mund t'ju animojmë për çdo gjë, mos keni frikë nga asnjë njeri,